Banorët e Karojkit në bashkinë e Finikit duhet të lëvizin me taksi për të marrë shërbimet e duhura në qendrën e njësisë administrative Livadhia, në qytetin e Sarandës, në pikat kufetare të qafë botës dhe të Ripsit, apo në qytetin e Gumenisë të shtetit Fqinj, në Greqi. Me largësi nga 20 deri në 130 km, ata duhet të paguajnë nga 5.000 deri në 13.000 lekë, çka do të thotë se për të lëvizur drejt këtyre destinacioneve 1 ose 2 herë, mund të harxojnë gjithë pensionin e muajit. Transport publik nuk keni? S'kemi. Paguajnë një banor i fshatit për të vajtur deri në Livadhia? Varet që ta çosh në Livadhia 50.000. Po është një plak që s'ka. Deri në Sarand? E çojmë edhe falas. Në Sarand? Xhapa, që thonë. Në Sarand 100 do vej. Çfarë kërkoni ju si banor? Kërkoni ndonjë ndërhyrje me transport publik, mund të bëhet ndonjë lëvizje? Për neve makar, edhe unë, me automjetin tim vete deri në Livadhia dhe iki për në Greqi me linjen. Makar të vinde këtu në Karojk të me mirëte e të me qonde në Livadhia. Vetëm duke ndrequr infrastrukturën, rrugën. Kjo se nuk ndreqet rruga, nuk mund të vi fugoni ose një autobus këtu në Karojk. Kështu që detyrimisht transporti këtu bëhet me mjete private. E përballojnë banorët? Nuk besoj, me pensionin që marrin këta plejt, nuk e përballojnë, po janë detyruar, nëse duan të vënë në spital, do paguajnë, s'kanë shërbim. I ndihmojnë fëmijët? I ndihmojnë, patjetër i ndihmojnë fëmijët, se ndryshe nuk do ta përballojnë, se është shtrenjtë. Shpenzimet janë të mëdha. Sa paguajnë? Sa të mëdha? Të paktën 50.000 lekë. Deri në Sarand? Deri në Sarand mund të vejë të ditë. Deri në qafë botë? Deri në qafë botë 70.000 lekë. Por në Gumenicë? Në Gumenicë mund të jetë më shumë. Sa? Më shumë. Mund të vejë 120-150 lekë. Një pension? Një pension. Një pension edhe nuk arrin. Situata është akoma edhe më e zymt, pasi drejtuesit vendore kanë të pamundur të sigurojnë transportin publik. Kjo ndodh sepse asnjë operator privat nuk mund të përfshihet në aktivitetin e transportit publik, duke pasur parasysh situatën me infrastrukturën rrugore.